Do doja të komentonim pak edhe zhvillimet lidhur me luftën në Iran. Ishim një orë larg sulmit, deklaroi presidenti amerikan një ditë më herët, teksa njoftoi se kishte anuluar një goditje të re ndaj Iranit, mes raportimeve se Irani është gati të bëjë lëshime për bërthamorin. Ka vetëm një javë kohë, thot shefi i shtëpisë së bardhë. A mendoni se jemi më pranë një ujdia apo rifillimi i luftës është i pashmangshëm? Nuk mendoj se jemi pranë një ujdie për shkak se pozicionet e dy aktorëve kryesor, Shtetet Bashkuara të Amerikës, po që kanë mrapa Izraelin, dhe çdo vendim amerikan merret nëpërmjet pranimit ose miratimit nga qeveria Netanyahut, dhe Iranit janë shumë larg njëra tjetrës. Për sa i përket deklarata presidentit Trump që po bëj një U-turn, po e shty këtë vendim për sulm edhe disa ditë të tjera, ju e dini tashmë kjo ka ndodhur të paktën për një 10-15 herë rresht. Që do të thotë të gjitha palët nuk duan të rifillojnë konfliktin, sepse asnjëra palë nuk përfiton nga konflikti. Ky konflikt tregoi edhe një herë e përgjithmonë që një fushatë e suksesshme ajrore dhe detare është e pamundur për të realizuar objektivat strategjike pa një ndërhyrje toksore, vendimi i të cilës do të kishte një kosto të jashtëzakonshme, pra do të rriste nga njëra koston e luftës, jo vetëm financiare, por edhe nivelin e dëmtimit të njerëzve, të pjesëmarrësve në këtë operacion. Kështu që unë besoj që asnjëra palë nuk është gati për ta rifilluar këtë konflikt. Jemi në momentet e luftës psikologjike, ku secili përpiqet të tregohet sikur është i fortë, sikur e komandon situatën, por që unë mendoj që asnjëri nuk ka dëshirë të rifilloj këtë konflikt, sepse konflikti 40 ditor tregoi shumë për gjithë ata që kanë mend kokë. Kolonel, ju e tha që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë qëndrime të ndryshme dhe pozicione të ndryshme sa i përket luftës, dhe pak orë më herët është raportuar se ka pasur një telefonat shumë të tensionuar me zotin Trump dhe kryeministrit izraelit Netanyahu. Në opinionin tuaj, Izraeli nuk dëshiron që lufta të rifillojë, nuk është dakord që të arrihet një marrëveshje apo nuk pranon kushtet e marrëveshjes? Pa diskutim që Izraeli do që konflikti të fillojë, po të fillojë dhe të angazhohet ushtria amerikane. Pra, mposhtja e Iranit realizohet me kostën e ushtrisë amerikane, gjë e cila ka filluar të ketë një kundërshtim të jashtëzakonshëm në mënyrë të veçantë nga të dyja kampet politike, por në mënyrë të veçantë nga të rinjt amerikanë, të cilët pa dallim mbështetje politike janë kundër kësaj ndërhyrje, pra për të bërë një luftë për vazhdimin e luftës për interesat e Izraelit dhe për rritjen e kostos jetesës të qytetarëve amerikanë dhe për interesat strategjike izraelite. Si lexoni ju raportimet se Pakistani, ndërmjetësues i paqes, ka dërguar 8.000 trupa në Arabinë Saudite? A jemi pranë një lufte edhe më të madhe ku do të përfshihen edhe vendet arabe, sepse kemi dëgjuar edhe Gardën Revolucionare të kërcënoi sot që nëse do të ketë rifillim të sulmeve, atëherë lufta do të bëhet rajonale? Është shumë e thellë se sa kaq. Dislokimi, spari, krijimi i aleancës strategjike, pra firmosja e aleancës marrëveshjes ushtarake Arabia Saudite Pakistan. Së shpejti edhe krijimi një boshtit bashkimit në i Turqisë me Egjiptin, që për hir të vërtetës të katër këto vende, nga njëri ofron armë bërthamore, ushtri moderne, Turqia ushtria e dytë më e fuqishme, Arabia Saudite një fuqi e jashtëzakonshme energjetike, por në mënyrë të veçantë financiare, dhe Egjipti me një pozicion strategjik dhe një ushtri shumë të madhe. Është më e thellë se sa kaq. Dislokimi këtyre trupave nuk bëhet kundër Iranit. Jemi në momentet e fillimit, për cilat nuk flasin as pak mediat shqiptare, dhe nuk arrit ta kuptoj pse nuk flasin, jemi në momentet e fillimit të një lufte të brendshme brenda GCC-s, që do të thotë jemi në fazat e intensifikimit të një lufte midis Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilat mbështeten dhe veprojnë për interes të Izraelit.
Mes këtij riformatimi global të aleancave dhe tensioneve, ku mbetet Europa, kolonela? Rrezikon të mbetet spektatore mes SBA-s, Kinës dhe Rusisë, edhe me zhvillimet e fundit kur SBA ka konfirmuar tërheqjen e trupave? Absolutisht që po, Europa në mënyrë të veçantë këto 5 vitet e fundit ka një mangësi të jashtëzakonshme, mungese leadershipi. Këtë kemi parë me vendimet e saj, qofshin këto politike, ekonomike, ushtarake, në fushën e energjisë dhe jo vetëm. Europa është një kontinent i cili